fjalës së Berishës, disa protestues hodhën fishek zjarre drejt godinës së kryeministrisë, në fakt duke përsëritur një skenar të mëparshëm të tubimeve të opozitës. Nga ana tjetër, policia është përgjigjur me gaz lotësjellës, ndërsa një numër i lartë efektivësh ka hyrë në mesin e turmës dhe ka shoqëruar protestuesit, një pjesë e cilëve ne pam të fokusuar edhe në kamera. Protesta nisi në orën 19, ne kemi nisur transmetimet e drejt për drejta me raportimet gazetarëve përpara kësaj ore, duke u munduar të japim më tepër detaje se çfarë skenari do të kishte sot kjo protest, për cilin nuk është se flitej apo zbardhej më parë nga ana e organizatorëve, gjithmonë lihet momentin e fundit për të parë se si do të shkohet. Sulm të organizuar e quajti nënkryetari i Partisë Demokratike Luciano Boçi, atë që ndodhi pak më parë me protestuesit, pra përdorimi menjëhershëm i gazit lotësjellës dhe i shkopimëve të gomës. Partia Demokratike është shprehur se në mes të protestuesve kishte afër fëmijë, ndërkohë një efektiv i policisë është transportuar tek Spitali i Traumës sepse ka djegje dhe lëndime, apo mirë të themi plag në kokë. Vijohet të shkohet për tek parlamenti, do të shohim se si do të vijojë situata aty, nëse do të ketë përsëri një tensionim apo do të ketë një situatë të qetë. Ndërkohë do të presim për të lidhur edhe me gazetarët tanë, të cilët janë vendosur në pika të ndryshme me operatorët e tyre, për të na dhënë më tepër detaje. Tek xhamia po kalohet tani, pra shumë afër parlamentit. Janë disa persona të lënduar, theksuar, dhe i janë drejtuar spitalit të transportuar me ambulancë. Një pjesë e mirë e protestuesve janë zhvendosur tashmë, ka një ndalim, le të themi, apo një duke pritur pra të vinë edhe protestuesit e tjerë. Kam Osman Stafën në lidhje të drejtë. Osman, të përshëndes, cila është situata? Atere, njësida jemi tek kryqëzimi i rrugës Elbasanit, në afërsitë xhamisë Namazgjas, rruga që të çon tek Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, por që nuk policia ka vendosur një barikadë këtu, është zoti Noka që pasi mori veten është vendosur në krye të protestuesve dhe shoqërohet nga deputetët e tjerë. Klevis Balliu, Samir Korreshi arrit të shikoj tani, madje ka filluar të shtyhen punojësit e policisë dhe protestuesit. Pra kemi përsëri një tensionim të situatës. Ka përsëri një tensionim të situatës, teksa kërkojnë protestuesit për të shkuar tek Kuvendi i Republikës së Shqipërisë sipas udhëzimit që u dha, por që policia e shtetit ka vendosur një barikadë tek rruga Elbasani për të mos lejuar avancimin më tej të protestuesve. Dhe ka përplasje mes deputetëve e protestuesve të Partisë Demokratike me punojësit e policisë, të cilët janë duke vazhduar të qëndrojnë në barikadë. Po, e shohim këtë moment. Ndërkohë, Osman, është shoqëruar zoti Boçi për në spital? Po, zoti Boçi është transportuar për në spital së bashku me Aulon Kalan dhe një tjetër person, një protestues. Ka përplasje të fortë. Ka përplasje të forta, madje tashmë. Po, ja të këshojmë edhe përdorimin e ujit. Ka shedhur dhe ujit për të shpërndar protestuesit. Pra është kjo protesta e cila është duke vijur, tashmë ka ndërhyrjen e autobusit, i cili
pra bën shpërndarjen e protestuesve, teksa protestuesit në krye deputetët e Partisë Demokratike arritën të çanin kordonin. Pra ishte momenti ku përsëri nëse arrita ta shquhet tamam ishte Noka dhe Balliu afër me policinë dhe protestues tjerë që përplaseshin, po Noka, Balliu, Albati, të cilët kam arritur të shoh, madje është hedhur spraj lotësjellës edhe ndaj Lëviz Balliu, i cili është sprapsur, ndërkohë që vijojnë protestuesit, të cilët tashmë nuk kanë ndryshe nga e që ka pasur. Po, Osman, kujdes sepse ndoshta duhet të spostohesh, po shpërndahet ujë, kështu që ndoshta është momenti për t'u larguar pak, e kërkoj linjën përsëri për të vijuar me raportimin e drejt për drejt. Jam Osman Stafë, nderuar shikues. Shikoni pra Flamur Nokën, në Albatin, Balliun, të cilët kanë patur një përplasje me policinë e menjëherë kanë reaguar duke shpërndar ujë, e përjedhoi është shpërndar edhe turma që ishte aty. Do të shohim nëse do të ketë përsëri një afrim. Është hera e dytë kjo që Noka ka këtë përballje. Shohim një tjetër shoqërim. Policia, jo, janë dy efektiv të policisë që ndihen keq në fakt. U duk si shoqërim, por janë policë, sepse edhe vetë nga forcat e policisë efektivët ka patur situata ku janë ndier keq, një prej cilëve është shoqëruar për tek trauma, madje në plagë në kokë. Nuk e di nëse është i mundur përsëri Osmani për të raportuar, apo... Po, Osman të kam përsëri? Atëherë njësida... Po. Atëherë ka përsëri tentativa të protestuesve për të çarë kordonin, madje ka debate për shkak të sprajtit lotësjellës që është hedhur në drejtim të protestuesve. Dhe kjo ka sjellur përplasje pra të vazhdueshme të palëve, janë deputetët e Partisë Demokratike, disa prej tyre të cilët ende qëndrojnë përballë dhunësve të policisë për të çarë kordonin dhe për të vijuar protestën e tyre tek parlamenti, por që nuk lejohen. Pra ishte autoboti i policisë. Osman, e kuptoj që është e vështirë, që lutem mbaj mikrofonin afër në mënyrë që të dëgjohesh më mirë, por si ta shohësh situatën për të qenë sa më okej për ty. Çfarë përshën ndryshe te kjo protestë, Osman? Nëse dëgjohem ajo çfarë bie në sy nisida në këtë protestë është ndërhyrja e menjëhershme që bëri policia e shtetit në momentin kur protestuesit filluan të hidhin molotov në drejtim të kryeministrisë. Pra, nga të tre drejtime të ndryshme, policia e shtetit ndërhyri me shkupa gome, madje duke bërë shoqërime të menjëhershme. Vetëm një moment, Osman, të ndjeki pak në debat, tani të lutem që ndron linjë. Muhabet tjetër. Trimat e mbrejta, tu po foto. Nuk kina asni tu vena, shok tu i thësi tu, një tuj. To jemi ne. A ki turme që po foto, di ku ti rru trepe se ku të që foto në tjera? Ha? Së jam du vjetë. Policia krimi! Policia krimi! Policia krimi! Policia krimi! Kriminella! Bon, keni që në 35 vetë. I internom. O maskalej! O kriminella!